Të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromis. Nuk mund të parashikojmë paqe kur mbesim në të njëjtat probleme për dekada me radhë. Pra duhet të ketë zgjidhje politike. Zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Kështu është mandati saktësisht i NATO-s për ta ndihmuar FSK-n. Kjo nuk nënkupton që FSK-ja nuk e ka mandatin e plot, ashtu siç parashihet në kushtetutë. Për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromiset e duhura dhe të fokusojnë në dobit afatgjate. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por që duhet të shohim atë pamjen më të gjerë. Normalizimi sjell stabilitet më të madh, më shumë mundësi investimi dhe pastaj siguri më afatgjatë për gjithë rajonin. Prap në dobi të gjithëve. Dhe ky është mesazhi që unë do të vazhdoj ta theksoj para gjitha palëve që i takojnë në rajon. Të gjitha palët të sigurisë në rajon duhet të jenë në të njëjtin drejtim të punojnë. Por jemi në kontakt shumë të afërt edhe me zotin Vučić, patëm një telefonat javën e kaluar dhe ai do të më vizitoj në Bruksel së shpejti, besoj këtë muaj, po i përcaktojmë datat dhe do të jem shumë i drejt për drejt, duke i përquar mesazhet gjithë partnerve që vetëm bashkërisht mund të sillim paqen afatgjat në këtë rajon. Nuk mund të parashikojmë paqe kur mbesim në të njëjtat probleme për dekada me radhë. Pra duhet të ketë zgjidhje politike, e që kërkon leadership nga të gjithë politikanët. Prania e sotme këtu është një demonstrim këtë i qartë i përkushtimit të palëkundur të NATO-s për sigurinë. NATO-ja ka mbështetur paqen, stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Përkushtimi i mbetet i qëndrueshëm edhe sot i udhëhequr nga KFOR-i. Ekipet e ndërlidhjes së KFOR-it vazhdojnë të mbështesin institucione tjera të sigurisë me zhvillim kapacitetesh, edukime, trajnime kështu me radhë. Një rajon më i sigurt i Ballkanit Perëndimor nënkupton më shumë siguri për gjithë zonën e NATO-s. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarë do lloj zhvillimi të sigurisë dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkëvendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Në këtë drejtim, NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo është vetëm një mënyrë për të zgjidhur çështjet e pasgjidhura dhe për të siguruar të ardhmet stabile. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktor të Kiev dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloj përpjekjeje për cënimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne i bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura, thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike për përgjegjësi sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Prandaj është më rëndësishme që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu dhe armatimi të tyre
të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Mandati është që të sigurohemi që FSK-ja të jetë efektive në rolin e vetë humanitar këtu në Kosovë. Nuk është ndoshta që lidhet me Kosovën, por gjendjen e përgjithshme në Ukrainë. Kështu është mandati saktësisht i NATO-s për ta ndihmuar FSK-n që të jetë më e mirë si forcë humanitare kur ka fatkeqësi të tilla natyrore ose njerëzore. Ky është mandati, në këtë punojmë çdo ditë. Kjo e shndron çdo vendimarrje rreth avancimit të raporteve mes NATO-s dhe FSK-s në një çështje jashtëzakonisht komplekse. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që FSK-ja nuk e ka mandatin e plot, ashtu siç parashihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e miratuara në Republikën e Kosovës, si forcë e cila e mbron sovranitetin dhe integritetin territorial në të gjithë qytetarët e vendit tonë. Përveç kësaj, ne kemi gjetur mënyra të tjera për të avancuar rolin e FSK-s dhe kontributin e saj për paqe dhe siguri në vende të tjera rreth globit, nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh, të cilat I kemi me shtetet anëtare veç e veç.